shpalljet, mesazhet hynore me të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala i ngarkoi robërit e tij të zgjedhur, janë lidhja e vetmen mes qiejt dhe tokës. Të gjitha këto mesazhe thirrje bashkoheshin në thelb, në një qëllim të qartë: adhuroni Allahun dhe mos i boni shok atij. Mirë po këto shpallje dallojnë për nga legjislacioni, metoda, ku çdo pejgamber ishte dërguar te populli vet me gjuhën e tyre, me ligjet kufizuara. Kështu vazhdoi derisa Allahu me urtësinë e tij deshi ta përmbyll shpalljen me banorët e tokës, e atëherë në mesin e robërve të tij dërgoi njeriun, profetin e zgjedhur, të dërguarin e përzgjedhur, Muhamedin, birin e Abdullahut, profetin arab, hashimit, që të jetë i ngarkuar me shpalljen e fundit për mbar njerëzimin. Allahu i lartësuar e përgatiti, e edukoi me sjelljet më të përkryera, pastaj zbriti Kur'anin dhe Sunetin për të gjithë njerëzit, për të gjitha kohët. Shpallja, Kur'ani, që është zbritur pejgamberit alayhi salatu wassalam, është amanet. Dhe Suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam është qartësim, është komentim dhe janë burim i shpalljes. Me ardhjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam u ndriçua çdo errësirë, u gjallërua çdo gjë e vdekur. Awa man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Kuptimi i ajetit është, Allahu thot, a janë të barabartë ata cilët ai i cili është i vdekur dhe Allahu ngjall dhe jap dritë dhe ecë në mesin e njerëzve me dritë, me udhëzim, me atë që është i thelluar në errësira dhe s'din si të dalë nga ato. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam krahas Kur'anit: alladhi anzala alayka al-kitaba wal-hikmata. Ne ta kemi zbritur ty Kur'anin o Muhammed, wal hikme, urtësin, wa allamaka ma lam takun ta'lam, dhe ne të mësuam diçka që ti nuk e ditur më parë. Të gjithë dietarët janë të pajtimit se el hikme në këtë ajet është për qëllim suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të gjitha fjalët e tij janë hak, të gjitha veprat e tij janë sinqerta. Nga sa Allahu është betuar në Kur'an: wan najmi idha hawa, pasha yllin që bjen, ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Nuk e ka humbur rrugën profeti Muhammed, shoku juaj, djaloshi juaj që është rritur mesin i juaj, wa ma gawa, dhe s'ka devijuar. In huwa il wa ma yantiqu anil hawa, ai nuk flet nga teket e tij, nga dëshirat e tij, nga knatësitë e tij, nga hamendja. In huwa illa wahyun yuha, ai vetë se i vjen shpallje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Të dashur besimtar, krahas Kur'anit është suneti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Urdhri që vjen nga Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e kanë fuqinë e madhe, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar për njerëz të devijuar që do t'ju fusin dyshimin këtë pikë, dhe ka thënë: yushiku ahadukum an yukadhibani ala arikatihi muttaki'un ala arikatihi wa huwa yuhaddithu bi hadithi. Do t'ju vinë njerëz të ulur mbi kultuçet e tyre dhe do t'ju thonë:
do të përgënjeshtrojmë. Dauna, çfarë do thonë bejnena wa bejnakum kitab Allahi, mes nesh dhe mes jush është libri Allahut. Ma wajadna fihi min halalin istahalnahu, wa ma wajadna fihi min haramin harramnahu. Çfarë gjejmë të lejuar ne lejojmë, çfarë gjejmë ndaluar ne ndalojmë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ala inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah. Ajo që është ndaluar nga gjuha pejgamberit alayhi salatu wasallam është tamam siç është ndaluar nga Allahu te baraka wa taala. Të dashur besimtar, duke e ditur peshën e madhe me atë që është i ngarkuar pejgamberi alayhi salatu wasallam, Allahu e ka garantuar jetën e tij, fjalët e tij, veprat e tij. Pra jeta e tij nga vdekja deri në momentin e ajeteve të fundit të zbritjes, dhe veprat e tij, gjuhët e tij nga devijimi, sepse Allahu thot: ja ejuhar rasulu, o ti pejgamber, belligh ma unzila ilejka, përçoju njerëzve, kumtoja njerëzve atë që je ngarkuar. Wa illam tafal, e nëse nuk e bën këtë, fama ballaghta risalata, ti nuk e ke kryer amanetin. Wallahu ya'simuka minan nas, Allahu do të mbron nga njerëzit. Të dashur besimtar, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thirrë njerëzit në dyert e xhenetit. Transmeton Imam Buhari rahimahullah një hadith, me lajket ja kanë përshkruar pejgamberit alayhi salatu wassalam mesazhin e tij dhe jetën e tij dhe rrugën e tij dhe misionin e tij. Mathaluhu kamathali rajulin bana daran wa ja'ala fiha al-ma'dabah wa ba'atha da'iyan. Shembulli i ardhes Muhamedit alayhi salatu wassalam është sikur një njeri i cili ndërton një shtëpi, pastaj e përgatit një sofër dhe pastaj e dërgon një njeri për t'i thirrur njerëzit që të shehen për asaj sofre. Faman ajaba ad-da'iya wa dakhala ad-dar, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam që përshkruajnë me lajket, ai i cili i përgjigjet thirrjes dhe hyn këtë shtëpi, dakhala ad-dara wa akala min al-ma'dubah, ai do të shihet për kësaj sofre. Wa man lam yujib ad-da'iya wa lam yudkhil ad-dar lam ya'kul min al-ma'dubah, ai që nuk i përgjigjet, ai as nuk do të vjen këtë shtëpi dhe as nuk do të shihet për kësaj sofre. Pastaj kanë thonë ad-daru, me lajket kanë thonë shtëpia është xheneti, thirrsi është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pastaj kanë thënë men ata'a Muhammeden faqad ata'a Allah, kush i bindet pejgamberit alayhi salatu wassalam i është bindur Allahut. Wa man asa Muhammeden faqad asa Allah, e kush e kundërshton pejgamberin alayhi salatu wassalam e ka kundërshtuar Allahun. Robët e Allahut, Imran ibn Husein, kur i ka thënë një njeri, na shpjego vetëm nga Kur'ani, mos na shpjego diç tjetër, është zemruar dhe ka thënë: a mund të gjeni në Kur'an numrin e namazit të yacis të akşamit? A mund të gjeni namaz, formën e zakatit? Prandaj lidhshmëria mes Kur'anit dhe sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam është si mishi me ashtin dhe nuk ndahen. Nuk ka besim ai i cili nuk merr për arbitër vendimet e fjalës e pejgamberit alayhi salatu wassalam për çdo problematik të jetës sonë. Fala wa rabbika la yu'minun, për Zotin tënd nuk janë besimtar. Hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, derisa të marrin ty o Muhammed arbitër, vendimet tua, fjalët tua të padyshuara, të marrin të pathyeshme, pa kundërshti. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, pastaj nuk kanë ngushtim në zemrat e tyre nga ajo çka ke vendosur. Thumma wa yusallimu taslima, dhe pranojnë me një pranim të qartë. Pra për të gjitha çështjet e jetës, për pamjen tonë, fizikun tonë, për martesën, ndarjen, për tregtin, ekonomin,
për luftrat, për të gjitha, ne duhet marrim edukatën, sjelljen e pejgamberit dhe fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të dashur besimtar, ata që e kanë bërë tubimin e Kuranit janë sahabët Khulafa ar-Rashidun. Thot Uthman ibn Affan radiyallahu anhu: "Lam akun ad'a sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li qawli ahad min an-nas." Në asnjë mënyrë nuk mund ta imagjinoj që me lon fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam për asnjë njeri të kësaj dunjaje. O kështu kanë thonë të gjithë dietarët, konsensus mes dietarëve se, siç thot Imam Shafiu rahimahullah, wa ajma'at al-muslimuna, të gjithë muslimanët janë të një goje, të një qëndrimi, anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ati që i qartësohet për një çështje se kështu është rruga pejgamberit alayhi salatu wassalam, lam yahilla lahu an yad'aha li qawli ahad, nuk i lejohet me braktis sunetin për fjalën e as për veprën e as për mendimin e asnjë njeriu të kësaj dunjaje. Të dashur besimtar, robët e Allahut, nuk guxojmë asnjë mendim tonin, dëshirën tonë t'i paraprim fjalës së Allahut dhe fjalës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilit keni besuar, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih, mos i paraprini fjalës së Allahut, fjalës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot Ibn Kathir rahimahullah: la tusari'u fil ashya'i qablahu, për asnjë çështje mos u ngutni me marr vendime, mi parapri fjalës së Allahut as fjalës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çdo veprim, çdo tradit, çdo mendim që bjen kundërshtim me rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, aty s'ka bereqet, s'ka mirësi, s'ka sukses. Thot Sufjan ibn Uyayna rahimahullah: Muhammedun sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut është mizanul akbar, është peshorja e madhe. Toradu alejhi l'ashja alejhi, çdo vepër e jona, çdo fjalë e jona, çdo etikë e jona, çdo kulturë e jona vendoshet në këtë peshore, ala khuluqihi wa siratihi wa hadyi, pra shifet a përkon me edukatën, jetën, veprat e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Fama wafaqahu fa huwa al-haq, çdo vepër që përputhet me fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ajo është e vërteta. Wa man khalafahu wa ma khalafahu fa huwa al-batil, e çdo vepër që bën kundërshtim me fjalët dhe veprat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ajo është e kotë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka paralajmëruar, nëse e kundërshtojmë rrugën e tij, mbi ne do të bie poshtrimi dhe nënçmimi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që përmend Ahmed ibn Hanbal në musnedin e tij: "Wa ju'ila adh-dhullu was-saghar, wa ju'ila adh-dhullu was-saghar ala man khalafa amri." Veç se do të bijmë poshtrimi dhe nënçmimi mbi ata të cilët e kundërshtojnë rrugën time. Po ashtu edhe në ditën e gjykimit, të dashur besimtar, do të jenë të dëshmuar ata të cilët nuk e përfillin rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Yawma taqallubu wujuhuhum fi an-nar, atë ditë ku të fytyrat e pabesimtarëve, fytyrat e banorëve të zjarrit do të rrutullisen zjarr. Yaquluna, ata do të thonë: ya lejtana ata'na Allah, mirë për ne sikur t'ju kishim bindur Allahut, wa ata'na ar-rasula, dhe sikur t'ju kishim bindur të dërguarit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Të dashur besimtar, ai i cili ndjek rrugën e tij është i përgëzuar me xhenet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man ata'ani dakhala al-janna", kush më bindet mua, ndjek rrugën time, ai do të hyjë në xhenet. "Wa man 'asani faqad aba", ai që kundërshton, ai vetë se ka mohuar xhenetin. Ka vdekur pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe nuk ka mbetur asgjë pa u sqaruar, saqë sahabët thonë:
edhe zogu I cili fluturon hapësirë, edhe për atë ka dhënë sharrime pejgamberi alayhis salatu wassalam, për ushqimin ton, për jetën ton, për martesën ton, për lidhjet parafisore, për imësit, qoftë edhe për nevojat fiziologjike I ka sqaruar pejgamberi alayhis salatu wassalam. E të mos flasim për përshkrimet që I ka bërë për arshin e Allahut, me lajket e Allahut, ditën e gjykimit, përshkrimet e xhenetit. Prandaj ky është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku në haxhin lam tumirës ju ka drejtu besimtarëve dhe ju ka thënë: antum yawm al-qiyamah wa antum tus'aluna anni yawm al-qiyamah. Ju o ummeti im do të pyetni në ditën e gjykimit për mua. Pra besimtarët në ditën e gjykimit do të pyeten: a ka kryer obligimin pejgamberi alayhi salatu wassalam? A ka përçu mesazhin islam? A e ka këshillu umetin e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Çfarë kanë thënë sahabët? Gjenerata e parë për gëzumit me xhennet: nashhadu annaka qad ballagta ar-risala. Ne dëshmojmë o pejgamberi ynë se ti e ke përçu mesazhin, wa addayta al-amana, e ke përmbush premtimin, wa nasahta al-umma, dhe e ke këshilluar umetin tënd. Pejgamberi alayhis salatu wassalam I ka shkëlqyer fytyra dhe ka thënë: Allahumma innaka, Allahumma shhad, Allahumma shhad, Allahumma shhad. O Allah, ti je dëshmitar. O Allah, ti je dëshmitar. O Allah, ti je dëshmitar. Prandaj kjo është mëse e qartë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të mirë e ka përmbushur premtimin e tij, dhe për neve nuk mbetet gjë tjetër pos ta mbrojmë, ta besojmë, ta praktikojmë rrugën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, sepse Allahu na ka obliguar dhe do të na jep triumf në dunja dhe në ahiret. Lutemi Allahu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që të na shtoj devotshmërinë dhe të jemi praktikues sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiki wa imtinani. Falënderoj Allahun e lartësuar, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhis salatu wasallam, mbi familjen dhe shokët e tij. Të dashur besimtar, pas pejgamberëve nuk ka njerëz më të ditur dhe më të sinqertë dhe më të devotshëm se sa Abu Bekri dhe Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu. Transmetohet se Abu Bekri radiallahu anhu ka ardhur një grua e mushuar, pra ka qenë gjyshe e familjes, dhe ka kërku të drejtën e saj në trashëgimi. Abu Bekri radiallahu anhu ka thënë: nuk kam njohuri për këtë çështje, si duket ti nuk e asgjë nga pasuria. Derisa aty prezent Mughir ibn Shu'ba tha: kam prezantu te pejgamberi alayhis salatu wassalam, kësaj takon 1/6 trashëgimisë. Abu Bekri radiallahu anhu në ato momente tha: të mirët vendim, kjo është feja e Allahut, kështu duhet veprohet. Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, ai I cili është al-Faruq, ai që ndan të drejtën nga gabuara, ai tha që nuk duhet pranoni gjizjen nga disa mushrik min Hajr, derisa një sahabi Abdurrahman ibn Auf tha: o amirul mu'minin, e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wasallam që pranon gjizjen për këtyre, ka thënë kështu duhet veprohet. Përderisa Abu Bakr edhe Umar, që janë ajka këtij ummeti, e ndjekin dhe e ngritin dhe veten e fusin në urnat e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kush mbetet tjetër të pasohet, çfarë fjalë mbetet ngritet mbi fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Prandaj I lutemi Allahut me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të përsosura, që të na bashkojë gjithë në Kur'an dhe në Sunna, na largojë nga shirku, nga bidatet, nga dyshimet, nga gjunahet e mëdha, dhe të na mundsoj që të fitojmë kënaqësinë e tij. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Warda Allahumma an arbatil khulafa a'immatil hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri as-sahabati ajma'in.